Si e ka emrin fshati? Gjinkar po them. Po ka mundja qenë siç kanë shkojnë e fundit. Po. Siç kanë mbi emrin. Okej, e ke drejtë kur ke qenë re? Namin. U takoheshi që mos ju shifni njerëzit. Në bakti. Ti ja vini. Po si bëni seks në baktit? Në bakti të atjeve. A nuk vriteshit? Vriteshit? Jo, po vinim rroba dhe ti. Vendosin të ato edhe oho. Qefo ata. Kam ardhur sërish në zonën e Përmetit, zonën e cila më pëlqen shumë për shkak të natyrës shumë të bukur, por edhe të njerëzve, dëgjojini pak. Mysafirët e vetëm deri tani janë zogjt, bilbylat, qyqet, qa ka tjetër tholloza. Okej, fshati më i lezetshëm që unë kam dëgjuar dhe më shkërkuar deri tani quhet Gjinkar. A, e thash mirë? Okej, se e jepja tekstin shumë ndryshe, por gabim se pyeta njerëz aty. Ajo që më bën përshtypje është, për të cilën unë flas gjithmonë, është infrastruktura, për shkak të së cilës braktiset fshati, braktiset vendi, se normalisht kur nuk ka rrugë, nuk do ketë dhe njerëz, dhe ata detyrohen që të largohen për fëmijët, për shkollimin, për shëndetësinë e për gjitha me radhë. Kjo është rruga e cila të çon në fshatin Gjinkar. Do shkoj aty dhe do pyes, më thanë që ka njerëz, por jo edhe shumë, kështu që bëjmë një ecje, shohim se sa e vështirë është. Okej, do thoni ju çakull. Çakull ka dhe rrugë që janë me gropa me kështu, por ka dhe rrugë që janë me asfalt. Dhe ne gjithmonë shohim ato me asfalt dhe duam t'i bëjmë të gjithë fshatrat me asfalt. Pse jo, se shko sa e bukur është natyra. Është periudha më e bukur që viziton Përmetin dhe ajo që më ka bërë habi është se në Përmet është plot me turistë të huaj. Dhe për këtë për zotin bëhet qefi sepse me turizmin jetojnë edhe njerëzit. Ecim. Unë kur shoh rrugë kështu, nuk e ti më bëjnë këmbë të ecje, kupton në vendi që dua, por akoma më shumë në asfalt makina ecën. Shiko sa fshati i bukur duket, i vogël, i mbledhur edhe i rrethuar nga një natyrë shumë e bukur. E bën shumë të veçantë edhe unë prandaj më pëlqen Përmeti, zona e Përmetit kryesisht, Leskoviku, Tepelena, çfarë janë këte, sepse e kanë natyrën shumë të bukur, por problemi vetëm është rruga për të cilën unë them me zë të lartë që rregullojeni rrugën që të mos largohen këta njerëz. Po shkojmë brenda në fshat për të takuar njerëz të cilët na tregojnë më mirë probleme që kanë edhe dua të mësoj shumë për këtë fshat, se më duket shumë interesant. Se la makinën diku këtu edhe bëjmë video. Shikoni pak çfarë pamje të bukur ka ky fshat. Shikoni pak diellin. Për zotin, unë do doja të jetoja këtu. Shit çfarë pamje, shit sa bukur është. Edhe ti shohësh duken që janë njerëz punëtor se janë toka të gjitha të mbjella dhe tash duket pak edhe i mbledhur si fshat. Ndërkohë që dy mysafirët e fshatit ja ku janë. O, sa të mirë që jeni! Si jeni? Të fort? Erdi Lediona! Ajde! Si je ma? Që duke ti? A je i fort? O, i fort. Me shëndet? Tani. Si je? Një të bëjtë mirë. Dëgja. Si qa pamje të bukur keni. I thoni diellit mirëmëngjes dhe mirupafshim. I thoni? Nga jeti? Po ç'o duhet aty nga jam unë? Po që më duhet? Po ç'o duhet ty? Mund të marrë këtu. Të më marrësh këtu? E? Ma jep një shtëpi këtu se vije jetoj. A, më është Shtëpi keqe. ka këtu po. Më vjen malë se kam besat aty. A të ulem këtu në mes? Pak vend dua, pak. Okej. Më vjen mall, këtë do të ta vendos këtu sepse... Se kam një plagë këtu. Nuk të... Ishe në Tiranë. Dale, prit. Ka një fjalë shumë të bukur,
më kujton tha të shoh me Mallta se ka mbesat. Dhe unë e vlerësoj shumë këtë gjë. Atë keqër. Dhe ti kesh me jetë e me shëndet, po edhe ti të kesh shëndet. Edhe ti. Dy banorët e parë që unë takoj në fshatin Gjinkar. Po thoja që kur kam ardhur, isha duke filmuar, edhe unë bëj emision në fshatra. Edhe po thoja që sa i bukur duket ky Atë fshati. që ketë. Atë e kam kolegun tim. E? Koleg. Kolege ke? Po. Unë nuk e marrë vesh kujt i dua koleg. Kolegi them koleg pune. Ai filmon, unë flas. Me punë? Ja. Tani, pasaj më pyet çfarë të dua. Baba, më falë. Hmm. Baba në çmoshe ke? Nuk është fanatik ai? Po jo, se burri im nuk është fanatik. Po Babai unë, babin... baba si të le me atë? Po më le burri më. E? Më le burri. E ke burrën? Jo, burri më le të punoj me ta. Burri? Jo, e ai ka besim ai. Nuk kuptoj. Nuk kuptoj. Tani të pyes unë çik ty. Pse quhet Gjinkar? Si? Pse quhet Gjinkar? Kë? Fshati. Fshati? Ha. Po që nuk o në parë. Nuk e se gjime atë gjete, nuk e kemi arritur. Nuk e keni dëgjuar pse për shembull? Jo. Që nuk o në parë me di Gjinkar. Si janë njerëzit këtu? Këtë Pse? Ishte mjeshtër Gjinoja, thot. Këtë nuk e gjeti Gjermani mi qupë. Ashtu e? Dëgjon çfarë po them? Po edhe mirë nuk dëgjoj unë po. Jo. Hajde mi zonjë, hajde. Është fanatike. Kush është fanatike? Gruaja jote është ajo? Jo. Pa thua jo pushton burri. Të uroj gjithë të mirat. Ma bëni çik me dorë. Do iki se do flas me atë llafazanin atje. Do flas me këtë zonjën këtu. Më ka shkruar që para një viti dhe unë s'të kam lexuar. Me ke lexuar dhe nuk ke këtë përgjigje. Po s'më vjen turp. Edhe të kam shkruar do vista për emisioni apo ta bëj vetë. Shi sa fshati bukur është, më pëlqen për zotin. Mo. E di çfarë të mirë. Ha, Sa gjeti Gjermani. si u gjeti? Si nuk ju gjeti, ma tregojnë çik të isë. Që ky bregu ka qenë se jam pis. Si ja. Përshëndetje. Mirë se erdhe në fshatin tonë. Mirë se të gjeta. Pra ti ke qenë ai ministresi që më ke thënë hajde këtu. Si quhet ky fshati? Gjingar. Ku e ka marrë këtë emër? Nuk ka qenë këtu fshatin përpara. Ku ka qenë? Ka qenë në rreth malit. Ka qenë lart, ë? Jo lart, fare poshtë në në rreth. Këtu. Po. Okej. Edhe ka pasur tjetër emër. Si e ka pas? Ka thënë në dolar, nuk e di se si. Ndola? Në dolar. Ndolar. Dikur quhej ndolar, tani është Gjinkar. Okej. Janë ta në Korça. Do na rrafin kjo. Pse vërtasin gratë këtu? Po është nga skrapari kjo. Hajde tunde njërë këtu, hajde. Tunë si Selina. Hajde hajde tundim njërë të dyja. Po s'u do kërcejmi, po pse mi plaka çfarë? Unë kur të shkoj dhe 100 vjeç kështu do jem. Lulen e takove apo? Takova më? Merdim gjeti. Por jo kollë nuk e njefti këtë. Ata gacmojnë që ka te, pasaj vazhdojmë bashkë. Këtu mos mikti, ja? Pas kemi vënë shami të dyja. Hajde të Shikoj pus që. një qikë në gushë. Në gushë? E në gushë. Në qyqe? Si në gushë? Ashtu. Jo në faqe. Kjo është për të marrë zërin. Çfarë është me? Po rrio të shketi pa lekë është. Tani, do ta dredi mirë të dyja? Okej, e Po drodhëm. dalë të me. E ke dredo kur ke qenë re? E o. Namin, ja, thoj. E ke bërë nami? E kam kushuri atë. Ka? Atë e unë. Ja atë. Pa i pse nga rikë shumë serios? Kush, ai? Po Serios? dale se do vi. Ha? Do vi këtë. Së mos nga thot në një gjë? Jo, nuk të. Së mos nga gacmon? Jo, nuk të nga.
Po besha ka, ti pse më vjen kështu ti? Si ja. Si vini? Mirë? Jeni të mirë për zotin. Se mos jemi me Jeni të mirë. Na doni? Po. Tani. Ti na do ti? Jo, nuk të dua se e ke drejtur kur ke qenë re. Jo se ka drejtë. Kam kërcy. Ke kërcy. Për zotin, aq mirë ke bër. Mirë kam bërë. Sa, që të them? E kush ashtu? Kërcenje në valle në Po e në ver- Mjera, ja. Dëgjoj, po e në veri? Ë? E në veri? E, Nuk të lintet kërceja atëra. jo, kishte. Kishte edhe valle që kërcenim. Ja thoju. Dëgjoj. E veri kërceni vallet të tërë. Dëgjoj, thonin që e në veri nuk na lintet të dashuronim. Nuk është e vërtet. Atëre ki dashuri më A, shumë. dëgjoni? Jo, kishte që po. dashuria. Ja, unë burin e ka marrë me dashuri. Si e mora? Unë këtu në fshat, u dashurova. Ku e takoja? E takoje fshat në je? punë, këtu. Ja, si e. Ej, se mos ma shkruan. Po le mo qa shkruan aja, e thjesht dëgjoj, nuk shkruan. Je shkruan. Ku e takoja? Këtu, e kam fshatar, jemi fshatarët E të dy. di, po ku takoheshe që mos ju shifni njerëzit. Në Përara vinim përmisa, lartë, në plot, në bakti. Ti ja vinim. Ne. Në bakti. Po me burin tanë mi ke bërë, se kur e ke bërë me burin e botës, qa ke ti? Jo, mirë unë atëre se Po mi, kishe ta bëj marrë. një pyetje të sinqertë. Po si bëni seks në baktit? Në baktitë, Ah. atëre kishti. Atëre dëgjoni. Po lej. Atëre kishte krevatët të këshu. Me dhoga, me të tëra. A nuk vriteshit? Vriteshit? Jo, po vinim roba dhe ti. Kishte shargje. Kishe dhe lëndza. Qa janë lenzat? Dhe lëndzat janë ato me flogje, i themi ne. Qorga i themi na. Qari thoni? Qorga. Ne Robë themi kështu me velëndza. lesh, vendosin të ato edhe oho. Qefo ata. Sa fëmi ke bërë? Mos na shkrojte gjë. Jo, asje mo qeko. Tu bëftë në një. Dëgjoj mua. Ah. I dua njerëzit që janë të sinqertë. Edhe unë u dua. Të gjithë bëjnë dashuri. Po. Të gjithë bëjnë qep. Unë Pse mos duhet të- kesh? E bukur është me burrin tënd e ke bërë. Po. Unë dashuri e kam patur fshatar këtu edhe kam dashuruar. Shumë mirë ke bërë. Ja, tani që plake, që të mbashman bën me man dashuri. Po, dashuri. Nuk ka me bukur se dashuria. Atë A dhe- dashurojnë shumë këtu? Po ty nga të kam, Unë jam nga Skrapari. qofsh me shëndet. Faleminderit. Po, pse i një munduar? Kemi ardhur të takojmë ju. Ja, shko ca histori të bukur gjova unë. Ajde një qikë në balë të puth. Faleminderit shumë. Tani, do më thuash dhe një gjë tjetër se këta s'maton. Pse quhet gjinkar? Gjinkar. Emi ta thash njerë. Qysh ja theti? Duke që jeni qefli që nga emri. Se mari goja që me madhe. Je shumë e mirë, faleminderit shumë. Edhe unë të dua me Edhe gjithë të kesh shëndet. shpirt, edhe unë të dua me gjithë shpirt e të kesh shëndet. Edhe Je shiqe. fejuar? Nuk më la. Më la. E la buri. Më la. Ja isha e dashuruar, 2 vite më la. Të la. Pa. Shiko, ja Një po ta sekond the- tuta. po ta the me gjithë shpirt, Hmm. me gjithë zëmër. Hmm. Të ketë Turp. turp në radhë të para për ty që je një vajzë shumë e mrekullueshme. Mhm. Po ku kanë turp sot mi? Sot tonë është turp të kesh turp. Mirë tu bëfsha, po janë... Sa të bukra. Ti i dashurove bëre qep, janë rregull. Po, unë jam, tamam. Ti majnë që këta që më rinë kështu këtu. Kë? Në na uni tani. Merë këtë me Prit një. Hajde këtu. Si je njerë? Mirë, Me shëndet, si e ti? i fort. Mirë, i fort. Si ke qenë këto Qa, kohë e shi, fundit? shi. Je lodhur? Po janë pak që të bëjmë tani, shtyemi, vimë, Sa do. dika? Kam ja 78 kokë, 7-8 kokë i mban për veta. për vete. Dëgjoj, më thanë që shkon gjinkarë sepse atje dashurojnë shumë. Këtu dashurojnë? Po. Po këtu ku ka djema këtu? Po gratis, çdo me djem ti. Ti po them. Gratë dashurojnë. Edhe ju dashuroni Këtu. dhe gratë. Si e ke marrë gruan me dashuri? Jo, me mlesëri. Ta kanë dhënë më? Po ma kanë dhënë e Të kështu. pëlqeu pasaj? Po më pëlqeu edhe
Më pëlqeu ajo, më pëlqeu mua. Sa fëmijë bët? 3 fëmijë. Mirë pas keni bërë, ke punuar. Kam punuar. Kam punuar. Gjithë mira. Mirupafshim. Respekte. Vajti dhja te komshia. Na. Na e hengri rushin e komshis. Ore, pse kështu hani rushin e komshit ju më? Po hajde me të bofsha na bëre për të qeshur. Prit që se e ka me këta burra. Edhe jetë mbar, ama bolde ti. Po pse bën se serios ma? Jam serios. Po pse përgjigjesh atje? Tani, digja. Dua seriozisht. Në ma qik mua të dhe në ma mua këtu, në ma mua. Ma dale mo. Do ta mbash mikrofonin e mbaj në dorë këtu. Në ma mua, ha vazhdo tani. Tani, Ha. më thuaj çfarë probleme ka këtu? Qa probleme? A, Qa të duash ti ka këtu? çfarë ka? Qa të duash? Si në Zvicër, a? Tamam. Nuk keni probleme. Rrugën e- Shati pa probleme. Rrugën asfalt. E rrugën vetëm. Po e pash. Edhe i thash dy fjalë, qëndrova, xhirova. E disa mere mund ditën se unë mere me turizm. Ha. Me kuaj. Mund të kaluar me mira turistë dhe të thuash ti, ata vinë këtu, se unë këtë këtu e bre këshu njerë, me kuaj. A, ke kuajt e tu? Jo, i ka një tjetër dhe unë punoj me atë. A, sa bukur. Aha. E më kanë ardhur nga Gjermania, nga Hollanda, nga Zvicera, nga Kina, nga Amerika, nga Australia, nga gjitha E qa tonë, e përqejnë vendin? Asnjë, si vend shumë i bukur. Ma theve mikrofonin, Jo, mos më i vej. burr. Fute këtu. Jo, si vend shumë i bukur thonë. Erra. Sot kisha 10 veta. Aha. Si vend shumë i bukur, po që do si janë njerëz të mirë tha. Pse si janë Po njerëz? si janë njerëz se këta që kemi neve janë vetëm për të vjetë tha. Bile e kisha nga Zvicera, ishte deputete, 2 vjetë. Prit moj se po flet zotria. Ishte 4 vjetë. Me radh. 4 vjetë deputete ajo, e dinte shqipen ujë. Burin e kishte skenstar, sa lek kanë ardhur në Shqipëri tha, nuk mund ke vajtur në asnjë. A mos u merr me llafet e botës më burr tani dhe Po, me ti kod. këtë merrem. Me gratë merresh dhe ti ma. Po me këtë merrem. Po me burrat më. Po dhe me burrat merrem. Po pse keq bën për me gratë? Ti me gratë merresh ti? Merr me gratë me burr. Unë kam gra e burra atje sa të duash. Me gratë e botës merresh apo me gruan tënde? Po tani merr me gruan ti me unë. E ke tratuar ndonjëherë? Jo, derta sa Beto. Ja. Sa jam martuar. Ja, një sekondë ra, se ja tregoj unë kryeplakut. Nuk e ke tratuar. Jo. Që janë ke ndeshëm, mi ma jep mikrofonit lutem. Të gjitha ti xhirova. Gjiroj se e ke këtu. Hajde këtu ti. Po kë s'ka prekur. Jo, hajde leri këto tani ti. Mos po të vrasani dhe Do ti. më nuk. Mbaj këtu këtu. Kryeplaku i fshatit. Më tregojnë çik për fshatin? Si ka emrin? Gjingar. Se quhet kështu? Gjing me k. Jo me ka. Si e ka? Ka me kë. Një sekond ju lutem. Jemi 4 këneve. 4 kë. Si e ka emrin fshati? Gjin kar po them. Gjingar, gjingar. Gjin kar. Qysha, nga bjen kjo mo? Po gjino që ta thash. Ha më ma tregoni. Po kështu ka qenë një gjino, një musa, u ka është me sa le vjetër kjo po. Po ma trego me selen e vjetër më Po, burë jo, se po, kam jo, qef ta dëgjoj. E më mirë thotë ti je kryeplak. Pse më burë se kur s'kase? Ha. Ishte një gjin, një musa dhe një devol. Mhm. Mi po ka mundja qenë, siç kanë shkojnë e fundit. Po. Ashtu edhe Kanë mbi emrin. Oh! Ishin nga mendja çfarë? Është një shat tjetër musukar më tani. po daj, qenë devol. Që janë keni të gjithë me pra pashtes, a? Që në një shami mjeshtra. Mjeshtra. Po bravo, po prap dashuronin këto. Se mos dashuronin ata. Këto qenë Se s'kishin denjë ata e. Jo, unë për vetë. Dëgjoj, Kjo dera të ti. Gjëja kryesore që unë kam bërë është rruga jo e mirë. Rruga. Sepse jeni mes natyrës shumë të bukur. Kur do ta bëni? Pasi vetë bëj si. Qa ka thënë Rama? Se, fola, Nuk unë po më ta ma merre që fare, s'kemi merre. ko. Me kë meresh? Ja. Me kë meresh mo? Në fshat, në Ky problemi. është Po kryeplak. problemin e fshatit ti e ngre diku. Po patjetër që ngrojmë Ama Ha, mirë. ku e ngra? në komunë, Në në komun. bashki. Po atë të bashkisë kush e ka vendosur? Fshati. Fshati, neve votat tona. Po Rama dhe ne Rama ne e kemi Po, nuk e vendosur. zgjedh Rama, e zgjedhim ne atë. Po ju e zgjidhni më ju, po ai është i Ramës apo është po Është i Ramës.
A, pra? E mire, E pra Ramës. çupa, edhe ai duhet të bëjë Ha. një diçka. Si si e mbron? Jo, nuk e mbroj, jo. Edhe këtë rrugë që kemi beton e kemi dhuratë nga një central. centrali. Pa nuk Po centrali ju ka bërë rrugën, po ju ka marrë ujë. Ja, mira, ata Po si e lejoni? Ma ojë bregun, se bregu e disa që e bregu këtu e. Po pse e lejoni ma? Jo, më vive që na jo që se nuk i knim dot. A, ju blokonte. Si është kjo historia e Gjermanit? Po erdhi këtu, kalojmë ata dhe nuk pa, se s'duke fshati, nuk ka qenë fshati këtu. Ka qenë aty i fsheu. Ka që në Nuk poshtë. ka patur. Rrugën malet për ju. 12 spika qenë këtu, 12 spika qenë. 12 shtëpi, tani sa shtëpia? Po s'ka qenë këtu fshati jo. Tani ja 35. Po më tha. 35. A do më japësh ta bëj një qiro? Ai ishte i prindjekur, po mos Ka qenë. Kush ka? Veti. Iki kë çapë. Ai është ballis. Qa është mushkësh? Pelesh kjo? Si e një? Dëgjo. Pse i ngacmon gratë e fshatit më por? Po tani unë s'ke ti Jo, bën. Janë ankuar dhe erdha. E di moj të gjanë, e di. Po ngacmoj, jo pse mos e ngacmoj. Dëgjo. Për zë. Sikone? Ja. Ja, si ja marrë për keq, ja. Si ja marrë për keq. Ku ishe tani? Sa kjo Ke punuar je lodhur, a? E po dajmë po s'punove nuk Ore rakin e pini? Ja, unë nuk e piraki. Do t'japim ledjana. E pini. Ja. Nuk e pini. Po je nga përmeti Pse s'na fole? Foli, po ti e ke mendjen ai. Moj zonja, Foli. pse s'me folemi? Po leja ata, po mua. Ja. Të vijet më përqafoja. Nga të kemi. Nga skrapari. Skrapari. Hajde më përqafo njerë. Hajde më përqafo njerë me. Hajde moj tani. Po kam nevoj për një përqafim. Haje mirë. Faleminderit, si jeti? Po nga Shqipëria jam, nga Skrapari jam. Mos do thotë gjaj. Ata burrat më shanë. E kam nusja ime jo. Më thanë ma pse erdhe këtu. Kryeplaku i fshatit gacmon gratë e fshatit, më thanë. Dhe pyeta tani, a e ke tratuar gruan? Po tha. Për zotin nuk jam për të futur në sherë burra e gratë, se më njofin shumë mirë, më ndjekin unë bëj shaka, dhe gacmoj. E kanë zjerë një dokera jore. Tani po tani. Do të dëgjoj çaj do t'u ash gruas. Tani ta marr këtë se ky njishim ka shkruar që më ka thënë hajde. Në shtëpi. Kush më ke shkruar? Ke shkruar? Më ke shkruar hajde? Ma ka më Se kam parë. di çfarë më kishte kthyer një majmun duke ndjer gjuhë kështu e. Ja. Tani do të gacmosh ti mua. Tani tregojnë çik të gjinos më qafse. Pyeta atje që atje më përgjigje. Ma thuaj si ishte puna e gjin. Ma thuaj ti se ti je i sinqert. Gjinua që ka qenë gjinua këtu. Pse quhet gjinua? Ha. Ne kemi fshatin në Shqipëri, mund të thash, ka emër ta kam shkruar. Një sekond, ju lutem. Të flasim me radhë. Edhe ti më dërgove ari unë ma. Mirë ta bëra. Kam lexuar emrin e fshatit, e kam. Do ishta për vetë vizion apo ta bëj vetë? Do bëj vetë. Dgjoj, për te shakave që bëjmë. A keni qendër shëndetësore këtu? Kem. Infermier po? Po. Okej, ujë këto gjëra nuk ka nevojë t'ju pyes se keni. Për çfarë ka nevojë fshati? Fshati? Vetëm për rrugën. Vetëm për rrugën. Për zotin t'ju bëj rruga do ishte shumë bukur se realisht e keni në pozicion shumë të mirë. Ha. Është Dalajde dalim këtu dhe ma trego. ja i madhi që atje vinë. Vin turistë ka i shkambi. Po. Që ngjiten me litar. Ah, që bëjnë këto. Ngjitje. Okej. Dgjoj, shumë të huaj vin këta. Këtu vinë shumë. Po pse nuk i ktheni shtëpit në bujtina? Nuk duen lek? Jo vinë duhen lek. Apo s'keni qef? Në këtu. Nuk rinë, vetëm kalojnë. Ja vjen. Pra dikur fshati ka qenë këtu poshtë. Jo, është akoma fshati poshtë. Po. Ka shtëpi poshtë. A, ka qenë këtu. Ai ka qenë shumë lashtë. Okej. Do të... Jo, edhe do vëllin janë mirë kujdes. I kam shumë qejf këto shtëpit kështu përdese i quhen, a? Do me thënë është i pik fshat, tamam fshat. Nuk ka ndryshuar asgjë, po thon banorët që ka qenë diku lart, ndërkohë që është kjo. Shiko, lule këtu ka pafund.
Pse re i mërzitur, nuk të pëlqen fshati? Apo emri? Atë gurin e bukur atje. Si quhet guri? Çujkës. Çujkës. Dhe tuneli atje. Çujkës. Po. Pse quhet Çujkës? Është në kodër larg, në çujkës. Në maj. A dini ndonjëherë kur zeni me gratë atje, dini atje në mal? Atje është tuneli që strehoheshim në Që bënde kone. Enveri ashtu. Luft. Jo, luft, jo. Jo, Jebe Enveri. gatishmëri? Gatishmëri. A ke bërë ndonjëherë seks atje? Unë? Eh, Unë kam bërë. atje? Atje ka shi qa pamje. Atje si në maja ke bërë? Kam bajtur. Ua, bravo! Po ti pas... Ose unë Cili kam është vendi më i bërë çuditshëm? Cili është vendi më i çuditshëm? Shkëmbi. Shkëmbi. Ajo nuk e di ku i thonë se kësaj. A i di ku ti thon seks? Seks e di ku ti thon? E di unë. Lere, se. Ore, Se të çam- më bën mua ti. Ha, që më di mua, thuaj? Po, e kanë dhe kushuri. Edhe t'ja fut me këtë shkopin. Hëme, Ha, ma. Se këta tani i hapën syt. e hapën. I hapën. A mirë të thotë. Dëgjoj, di çfarë ishte problem atëherë? Ha. Se kur jetoje me shumë njerëz. Si ja bënit? Neve, E disa gjallëri ka patur. dëgjo, atëre që më gjallëri se tani qupë. Atëre mblidheshim, vinim në përmbrëmjera, kërcenim, këndonim të tëra. Qa tani Tani s'ka lezet. A e mendoje ndonjëherë që do vinte kjo kohë? Kush e di Jo, asi se. kush e dinte, as një njeri se dinte. Ja. Për zotin ka Ja, qenë ky kohë e është në bukur. krye plak. Ka qenë kohë e bukur. Se kishte njerëz. Tani u ndan tani u ndan njerëzit, e tani shikon dot djalin. Tamam. Kam Me fëmijë pa fëmijë. kam 2 vjet unë djalin në Asinë se kam parë të vi këtu njerëz. Më sa Athina ja ku është, pse s'vjen edhe ai? Po s'ka dokumenta me. Po dokumenta tani ku shpet për dokumenta 3 muaj, 3 muaj. As e nxjerr njëri. Ti je mësore lande vetëm edhe nuk ju bie ndërmend të vinë. Po e pra tani sa Athina ja ku është. Jo se jo, po s'ka dokumenta. O, Zimo, po bëjmë tërë këtë muhabet, si se pyetëm qupën, nga je, Po e tashmi. Të tha një. ma i tamën, Po tani paguajmë unë për pyetje, nuk paguash ti. e mirë, të japim lekë. Ha, mje plek. Sa e ke pensionin? Unë, e kam goxha e kam, Shumë mirë, Po, shqyr. qaj, Me jo, kë jo. jeton? me djemtë. Kam Shumë dy mirë. Të djemë. paktën i ke djemt këtu. Këtu. Kjo është gjë e mirë. Jo, shqyqyr zoti. Ta mbyll këtu këtë material? Ma, Ky është i forti fshati, ja, duket. ky është djalit tim. I forti fshati, duket. Më ngjan? Të ngjanmi, po shumë ndjema ti e qeshur. Jo, ja i qeshur që, po ka kokena. Po miro njeriu përshëndet dhe ju tani, nuk Po ecëm mirë, shumë. thaj, Ku thami sta? Shikoj nusi atë me aty. Ben xheloz. e qikon A pika këtyre nuseve sot xheloz. Pa iq të do të traton. tonë të bëfsha. Se ti nuk ishe xheloze? Jo, për kokët tënde. Po Po si se do burim pastaj. Jo, unë. Po, Se, të jem xheloze Po, dhe do- ta. Apo, Jo, Do t'jesh xheloz. jo. xheloz duhet jesh tani se kur ka dashuri ka dhe xhelozi. Jo, unë Po. s'kam. Nuk je dakord që të kesh xhelozi? E po mirë, si jam dakord? Dëgjoj, janë këto femrat sot që i thonë, më dërgo foto ku je, më dërgo foto me kë je, ja, i cnendin çunat. Ato që bëjnë atë gjë, Ha. s'ka në tru në kokë. A thua? Të drejtë. Për Po kokët tënde. s'kan siguri, A culi? Po ka dhe të drejtë se. tratojnë këta pse djemë të sot. drejtë? Po se tratojnë këta meshkuj sot, ndaj. O, Ore djala, ti. Më bëre. Po ti fol, ti e më bere, a i po gjiron. Po mirë, gjiron, po. Po folmi, a i ta tretim edhe njërën. Po nuk jep të tëra, jo. Hajde për të kërcyer. Hajde, edhe kërcejmë. një. Ha, Vendosni një këngë më. ha, të keqe. Dëgja, po e mbyll këtu me këta njerëz fantastik, po iki diku tjetër tani. Faleminderit shumë, ti e njëshi që më ke shkruar. E gëzofshi emrin e fshatit. Krenoni. Pafshim. Hami, faleminderit shumë për fjalët. Mirë bën që e thua troç, Ne Unë e lulja do them. flesë. troç. As dua t'ja di fare. Edhe po të gacmoj ndonjë tani, Ah, shijoje jetën. do ta shijoj. Ta shijosh me. Kam nusen në shtëpi. Po jo me nuce, me jo. Po çfarë? Me të tjene. Eme! Si ma shkelësy. Ika, pafshim. Jeni shumë të mirë, falemderit shumë. Pafshim. Po e mbyll këtu, me pamje shumë të bukur, edhe me njerëz fantastik që qeshin dhe gjërat që kanë, problemet që kanë i thonë me të qeshur. Ata lumsha. Gjaxhi, shëndet.